të gjithëve dhe mirë se keni ardhur në episodin e 3 të podcastit Safe Cons, pjesë e projektit Shoqëria Civile në Veprim për përpjekje të koordinuara për sigurinë ushqimore dhe mbrojtjen e konsumatorit. Një projekt i cili po zbatohet nga Qendra e Konsumatorit Shqiptar në bashkëpunim me Antark me mbështetjen e delegacionit të Bashkimit Evropian në Shqipëri. Ashtu sikur se kemi thënë dhe në podcastin e parë, sot do të ndalemi tek një temë shumë e rëndësishme që lidhet me institucionet shtetërore në fushën e mbrojtjes së konsumatorëve, përkatësisht për produktet jo ushqimore dhe kontratat konsumatore, sikurse është Komisioni i Mbrojtjes së Konsumatorëve. Në këtë episod do të flasim për çfarë është ky komision, kur është krijuar, cilat janë funksionet e tij, si dhe kush mund të drejtohet Komisionit për Mbrojtjen e Konsumatorëve. Çfarë është kontrata e shitjes së mallarëve konsumatore dhe cilat janë garancitë që ofrohen nga ligji për mbrojtjen e konsumatorëve. Njëkohësisht, cilat janë disa nga rastet më të suksesshme të Komisionit të Mbrojtjes së Konsumatorëve. Jam shumë e nderuar dhe kam kënaqësinë të kem të ftuar sot zonjën Klotilda Neziri, ish kryetare e Komisionit për Mbrojtjen e Konsumatorëve. Mirë se erdhët dhe faleminderit që jeni prezent. Faleminderit ju për ftesën. Komisioni i Mbrojtjes Konsumatorëve është një strukturë në fakt që u krijua me ligjin 9902 të datës 17 prill 2008 për mbrojtjen e konsumatorëve. Dhe më pas, pasi ligji krijoi këtë strukturë, u miratua vendimi i Këshillit të Ministrave numër 1444 i vitit 2008, që është akti nënligjor që rregullon mënyrën e funksionimit dhe të organizimit. Fokusi kryesor i këtij komisioni është mbrojtja e interesave të konsumatorëve për sa i përket praktikave të padrejta, kontratat, disa nga kontratat konsumatore, specifikisht kontrata shitjes mallarëve konsumatore. Por në fakt, si është ngritur, si funksionon komisioni dhe cilat janë disa nga kompetencat kryesore të tij. Tani ju e përmendët pak bazën ligjore, që normalisht Komisioni i Mbrojtjes së Konsumatorit është një nga institucionet zbatuese të këtij ligji. Tërsi, ligji ka vetëm 2 institucione. Unë dua të përmend dhe Inspektoriatin e Mbikëqyrjes së Tregut, që ka disa nene për zbatimin e këtij ligji, por shumicën e neneve të zbatimit të ligjit të mbrojtjes së konsumatorit e ka ky komision. Është një nga institucionet më të rëndësishme, me një impakti i tij në vendimarrje është shumë i lartë dhe shumë sensitiv. Ju e përmendët bazë ligjore, nuk dua ta përmend më, po sigurisht që kompetencat që i përcaktohen janë tek ligji, edhe te VKM-ja, mënyra se si organizohet. Fakti që është një organ zbatues ka të bëjë me ankesat. Sigurisht që komisioni trajton ankesa individuale, por edhe ankesa me karakter të përgjithshëm, me impakt me interes publik. Sigurisht që një nga kompetencat e tij është të hetojë. Një nga kompetencat e rëndësishme të tjera është që të bashkëpunojë dhe të ndërveprojë me institucionet, sepse ne duhet të dimë që çështjet e konsumatorit nuk janë vetëm çështje një institucionale. Sigurisht një kompetencë mjaft e rëndësishme që e ndjej në përgjithësi ai që kryen shkelje dhe nuk zbaton ligjin, në këtë rast operator ekonomik, janë vendosja e masave administrative. Do të thotë që vendimet e këtij komisioni janë shumë të rëndësishme. Është një si paragjykat, le të themi ne, përpara se konsumatorët shkojnë te tregtari, nuk gjej zgjidhje dhe pastaj shkojnë te konsumatori, përpara nëse një konsumator do shkon në gjykat, do të bënte gabim, do t'i sugjeroja që të kthehej te komisioni për të gjetur një zgjidhje, sepse komisioni do t'i jepte një zgjidhje dhe vendimet e komisionit dhe vendosja e të gjuhat janë ekzekutive në këtë rast. Kështu që vetëm gjykata mund të shuajë vendimet e komisionit. Kështu që ju them që komisioni ka kompetenca të rëndësishme në treg në mbrojtje të interesave të konsumatorëve. Dhe përbëhet nga 5 antar. Përbëhet nga 5 antar, është menduar që të jetë një komision me diversitet, do të thotë që 2 janë përfaqësues të Ministrisë së Drejtësisë, që duke parë që duhet jenë nga Ministria e Drejtësisë sepse vetë janë marrëdhënie kontraktuale, në marrëdhënie juridike, le të themi. Ministria e Ekonomisë është ajo që bën politikbërjen dhe le të themi është ajo që harton të gjitha politikat, kështu 2 përfaqësues nga Ministria e Ekonomisë dhe një është nga shoqëria civile, duke parë që patjetër përfshirja e shoqërisë civile, sidomos e shoqatave të mbrojtjes konsumatorit në këtë rast është mjaft e rëndësishme për të sjellë atë feedbackun, le të themi nga konsumatorët edhe nga tregu. Po,
ju e përmendët dhe rekomanduat në fakt që konsumatorët të vinë dhe t'ju drejtohen drejt për drejt juve. Pa kaluar tek pyetja që unë kisha përgatitur, më erdhi ndërmend një pyetje tjetër. Cilat janë hapat që duhet ndjek konsumatori? A është e nevojshme që konsumatori të shkojë tek tregtari, mund vi tek komisioni, tek shoqatat, apo përpara se të shkojë në gjykat duhet kaloj të gjithë këto hallka? Domethënë si e përcakton ligji përtej konceptit se si e percepton gjyqësori në Shqipëri, për thënë Që vërtetën? unë mendoj që ligjvënësi është më pëlqen mënyrën se si ligjvënësi i është drejtuar konsumatorin lidhje me ankimimin. Sepse i jep atij disa institucione ku ai mund të drejtohet. Unë do të sugjeroj që gjykata duhet të jetë institucioni i fundit ku ata duhet të drejtohen. Ë Por ligji e përcakton shumë qartë dhe unë jam dakord me mënyrën se si ligjvënësi është përqasur, le të themi, ankimimi. Do të thotë që ligji detyron konsumatorin që të shkojë te tregtari parimisht. Atë marrëdhënie që ka nisur me tregtarin, aty duhet ta startojë dhe ankimimin aty ku ka filluar problematika. Dhe në momentin që ai nuk e gjen dot të zgjidhje, ai mund të drejtohet. Unë do të sugjeroja edhe shoqatat e mbrojtjes konsumatorit. Ligji e përcakton që një konsumator mund të shkojë në shoqatat e mbrojtjes konsumatorit. Nëse ai e ka një informacion të tillë të një shoqate në lidhje me të. Pa dyshim ligji thotë që të drejtohen bashkive. Ne kemi vendosur kur u bën ndryshimet territoriale në 2018 kur kemi bërë ndryshimet e ligjit mbrojtjes konsumatorit, kemi futur dhe bashkitë. Ato mund të mbledhin ankesa, duke parë që ndoshta një konsumator i Konispolit nuk e di dhe nuk kupton se si duhet të adresohet ministrisë në këtë rast apo komisionit. A ka dëgjuar? Dhe kemi vendosur pika kontakti apo ka struktura të ngritura për mbledhjen e këtyre ankesave. Çdo konsumator mund të drejtohet edhe bashkisë. Pa diskutim kjo është një facilitet. Po mund të ankohet edhe te komisioni direkt. Mund të ankohet online. Komisioni ka një faqe online, e cila ti mund të aplikosh, mund të bësh aplikimin e një ankese direkt online, po pa diskutim nëpërmjet postës, tek Ministria e Ekonomisë dhe ankimimi mund të paraqitet te komisioni. Domethënë ka disa forma dhe mënyra. Cila është më e thjeshtë për konsumatorin, por këtë do sugjeroj. Është mirë të shkonte në këto hallka. Nuk do t'i sugjeroja që të shkonte nëse ka një problematik me Ministrinë e Turizmit, të shkojë direkt te Ministria e Turizmit. Do ishte mirë që të shkonte tek shoqata, tek bashkitë e komisioni për të patur, sepse unë mendoj që këto struktura do ta kuptonin më mirë ankesën e konsumatorit sesa institucionet e tjera, mendoj. Po, dhe përgjigjja juaj në fakt më përfshi 2-3 pyetje të tjera, po nga ana tjetër edhe pyetje që lindin gjatë diskutimit. Pra konsumatorët mund të zgjedhin çfarëdo lloj forme, cilën ata e vlerësojnë më të arsyeshme, e kanë më ekonomike dhe më të lehtë, pra qoftë online, por besoj që komisioni ka dhe një sekretariat teknik, pra konsumatori nuk është e nevojshme të hartojë ndonjë ankesë tipike me bazë ligjore, le të themi. Jo. Një ankesë të thjeshtë fare si të donte ai vetëm, ku tregon historinë. Ku tregon historikun e vet, çdo komunikim që ka me tregtarin, çdo provë që ai do ketë, kjo ndihmon hetim, kjo ndihmon gjithmonë në pjesën e zgjidhjes së ankesës. Domethënë, çfarëdo lloj prove që ai do të kishte, do ndihmonte komplet hetimin e komisionit për të zgjidhur ankesën e tij. Pra, qytetarët nderuar, konsumator mund t'i drejtoheni komisionit. Dhe për aq sa zonja Neziri përmendi, edhe në rastin kur keni çështje që lidhen me mbrojtjen e konsumatorit, por nuk është në kompetencë të drejtë për drejt Komisionit Mbrojtjes Konsumatorëve, ju rekomandojmë që t'ia dërgoni këtij institucioni ose në çdo rast që ia dërgoni institucionit përkatës përgjegjës të vini në CC Komisionin e Mbrojtjes Konsumatorit. Dhe më duhet të them që nga eksperienca e Qendrës Konsumatorit Shqiptar, kjo ka qenë një nga mënyrat më të mira në fakt për të pasur raste suksesi në zgjidhjen e mosmarrveshjeve me konsumatorët. Konsumatorët pra mund të drejtojnë ankesa që lidhen drejt për drejt për mbrojtjen e interesave individual, por gjithashtu edhe për mbrojtjen e interesave kolektiv. Dhe në fakt përgjithsisht, prandaj dhe rekomandimi juaj shkon për organizatat për mbrojtjen e konsumatorëve, sepse për vetë si drejtojnë ankesat në mënyrë individuale, shpeshherë duke marrë për bazë ankesat me natyrë individuale i kthejnë në mbrojtjen e interesave kolektiv. Cilat kanë qenë disa nga rastet që vetë konsumatori ex officio, pra kryesisht, por gjithashtu dhe nga ankesat e ardhur nga qendrat ose nga organizatat për mbrojtjen e konsumatorëve apo dhe nga konsumatorët ka shkuar në mbrojtjen e interesave kolektiv. Çfarë do të përmendit si raste më tipike
qoftë në rastin kur janë zgjidhur në mënyrë paqësore, pra keni ofruar të zgjidhni alternative të mosmarrveshjeve, edhe në rastet kur keni vendosur, keni marrë masa administrative ose keni vendosur gjoba ndaj tregtarëve Me lejo të them përkatës. një gjë që çdo vendim me interes kolektiv që është marrë ndër vite ka qenë gjithmonë konsumator individual, ai që e ka shtyr komisionin që të nisë një deri diku një ex officio vet në lidhje me. Në përgjithësi është ajo që thatë ju, vendimet kolektive janë vendimet më të rëndësishme që ka marrë komisioni. Jo se individualet nuk janë, por kur në individualet përfiton vetëm një, këtu po themi që përfitojmë të gjithë. Dhe komisioni, një nga misionet më të rëndësishme ky është, interesi i përgjithshëm publik. Lejo të them që sektorët e shërbimit janë ata sektorë që kanë edhe le të themi problematikën më të madhe në treg. Dhe vendimet e komisionit janë shtyr drejt këtyre shërbimeve, le të themi të energjisë, uji, telekomunikacioni, interneti. Këto janë shërbime që konsumatorët e aksesojnë çdo ditë dhe problematikat e tyre janë të vazhdueshme. Dhe Akoma nuk kanë mbaruar, le të themi, pa diskutim. Dhe situata vazhdon të jetë e njëjtë. Mendoj unë. Por këto kontrata mendoj unë duhet të monitorojnë vazhdimisht, sepse këto janë ato kontrata tip që përcakton edhe ligji, të cilët ju afrohen konsumatorëve në rastet e shërbimeve, le të themi më së shumti, sepse siguria e produktit është një gjë tjetër. Shërbimet janë më sensitive. Kështu që unë mendoj që komisioni ka bërë një punë shumë të mirë ndër vite dhe unë jam e sigurt që ai do t'i rikthehet përsëri këtyre lloj kontratave dhe me sa di unë nga strategjia është në plan monitorimi i kontratave të internetit, që besoj se do të filloj shumë shpejt. Do vazhdoj të monitoroj këto lloj kontratash, të cilat janë shumë të rëndësishme dhe kanë impakt. Këto kontrata dallohen kryesisht për kushtet padrejta dhe besoj kjo është sfera që ju po diskutoni, pra kushtet padrejta janë ato kushte të cilat janë të negociuara paraprakisht nga tregtari dhe që konsumatori për shkak sepse shërbimi shpeshherë është firmos direkt pa e lexuar atë kontratën cilët i ofrohet dhe pranon çdo lloj kushti që tregtari ofron. Dhe më pas kur gjendet në situatë të vështirë ku tregtari kryesisht mbështet interesat e ka tij, firmosur një gjë që me vullnet të plot, ka firmosur një gjë që të cilën nuk e ka ditur se çfarë ka firmosur, por në këtë rast nuk ka faj konsumatorit. Dhe për këtë shkak ne gjithmonë tentojmë të mbrojmë konsumatorin. A vazhdoni ende të merrni me kushtet e padrejta në kontrata, meqense dhe strukturat përkatëse, sikurse është enti rregullatori i ujit, enti rregullatori i energjisë, apo ju keni një bashkëpunim me këto dhe do filloni sepse ju e përmendët që komisioni besoj do t'i vendosë në objekt. Ne kemi monitoruar një herë, por unë mendoj që komisioni duhet t'i vendosi përsëri në fokus. Sepse këto janë shërbime jetike. Domethënë kur flasim ujë, drita, po edhe interneti është bërë i tillë tani se nuk është më luks. Po kontratat bankare. Shpeshherë aty është ndjeshmëria shumë e madhe. E imja si qytetare, po nga ana tjetër dhe si mbrojtëse e konsumatorëve. Kontratat konsumatore kanë qenë në monitorim. Kontratat bankare. Bankare kanë qenë në monitorim. Nuk po flas për gjitha këto kontrata tip të cilat ne aksesojmë çdo ditë, domethënë. Bankat e nivelit të dytë, ne kemi monitoruar edhe kontratat e shkollave private, sepse kemi pasur probleme me studentët në lidhje me marrëveshje midis universiteteve private, le të themi dhe studentëve. Kështu që janë disa kontrata që them unë janë jetike, arsimi, energjia, uji, telekomunikacioni. Po, janë edhe banka patjetër, pa diskutim. Cilat kanë qenë rastet ose a mund na tregoni 2-3 raste konkrete me shembuj pozitiv ku vetë konsumatori në mënyrë individuale, ose cilat janë rastet më tipike që ju shpeshherë në daljet tuaja në media apo edhe në kontakte me të tretët, me institucionet e referoni si shembuj më pozitiv të komisionit? Nga ajo që nga eksperienca juaj. Nga eksperienca ime është që në momentin që komisioni merr një vendim është rast suksesi. Patjetër. Pse i quaj këtë rast suksesi? Sepse edhe ata operator ekonomik ose edhe ai biznes që ka tentuar të çojë vendimin e komisionit në gjykatë, gjykata gjithmonë, unë këtë e quaj rast suksesi në tërësinë e vet, po edhe në momentin kur operatori ekonomik merr një vendim dhe e zbaton, bile na ka ndodhur kohët e fundit që
komisioni fillon të marrë një vendim dhe operatori ekonomik e ka zgjidhur ankesën. Kjo është forma më e mirë, besoj. Forma më e mirë është kjo, po pastaj del detyrë komisionit që ta kthej në impakt publik për të parë që të mos ketë më probleme me I njëjti operatorët e tregtar. tjerë ekonomik për të marrë një vendim të unifikuar e themi për sektorin e caktuar. Kështu që unë nuk përgjithsisht paketat e udhëtimit edhe telekomunikacioni ka qenë një i tillë, por ka shumë raste se nuk Një nga rastet më të hershme të komisionit, cilin unë referoj shpesh edhe gjatë leksioneve, është me njërën nga bankat. Besoj ju e mbani mend, ka qenë ke vendimet më të bujshme, ku banka ndryshoi në mënyrë të njantshme normën e interesit. E kujtoni? unë jo, për momentin nuk më kujton se ka kaq shumë vendime sa Okej, nuk më ky është një nga kujtohet. rastet që unë Nuk e mendoj dhe mendoj. sot jemi në kushtet për shembull ku sërish edhe autoriteti i konkurrencës ka nisur një hetim realisht për bankat për vlerat e komisioneve. Okej, po e kalojmë këtë rast. Po e kaloj këtë sepse ju e përmendët që ka shembuj Ka shumë pozitiv dhe nuk me sigurinë e produkteve, ka shembuj pozitiv me Shiko, në përgjithësi, le të themi që operatorët ekonomik që kanë guxuar të shkojnë në gjykat për vendimet e komisionit kanë qenë në përgjithësi operatorët e telefonive celulare. Dhe gjithmonë kanë humbur, domethënë. Po, kjo është rast suksesi. Në fakt se doja t'ju pyesja sa nga vendimet e komisionit shpeshherë ankimohen në gjykat, goditen në gjykat. Le të themi kur kompania është një kompani e fuqishme, le të themi që operon është fuqishëm në treg, ajo shkon gjithmonë në gjykat. Në përgjithësi kompanitë celulare, agjensitë të udhëtimeve shkojnë nëpër gjykata. Ka që lartë vlera e gjobës që vendos komisioni që këto Më për- godasin në gjykat? Ë, Nuk e kam kuptuar, nuk janë aq larta, kanë qenë më të larta, janë rritur prapë por nuk janë aq larta, me sa shoh unë është çështje imazhi. Okej. Sepse ju duhet të kuptoni që të gjitha vendimet e komisionit janë të publikuara me zë dhe figuri themi ne, dhe në përgjithësi në komision flitet me emra, nuk flitet me anonim. Do të thotë që çdo qytetar, çdo gazetar, çdo individ mund futet mund të kërkojë zyrtarisht vendimin e komisionit, dhe atje apo të shkojë në faqen e tij, ka të gjitha publikuar. Përgjithësi ne nuk flasim me Pra me me iniciale. iniciale. Jo, Pra jo, ju është e kemi me ligj që duhet të flasim me emra dhe unë mendoj që biznesit nuk i intereson ndonjëherë që komisioni është shumë transparent. shumë. Për aq kohë sa të gjitha vendimet janë të publikuara, që do thotë që konsumatorët në rast se kanë dyshime mundet edhe të shikojnë eksperiencën ose historikun e vendimeve të komisionit në lidhje me çështje për cilat ai është përgjegjës. Por edhe në raste kur nuk ka përgjegjësi, besoj komisioni e delegon. Komisioni delegon me një detyrim gjithmonë institucionit që duhet ta japi një përgjigje nëse e ka zgjedhur apo jo ankesën e konsumatorit. Në jetën e përditshme shpeshherë qytetarët konfondohen me konceptin që kontratë përbën vetëm një akt notarial Ja, po, është e vërtet kjo. ose një dokument i shkruar. Kontrata e shitjes. Po. Mendoj një gjë shumë të madhe. Po. Në të vërtetë është një gjë shumë e Shumë e vogël dhe e thjeshtë. përditshmërisë. Po, pothuajse çdo gjë, çdo produkt që blejmë, jemi përpara një kontrate e shitje, nuk ka nevojë që të kesh një dokument të shkruar, nuk ka nevojë të kesh një akt notarial. Them thjesht fare, do të them një çfarë thotë ligji, thotë që në momentin që tregtari i kalon një mall konsumatorit dhe ai i paguan dhe vetson, kjo është një kontratë shitje. Çdo të thotë, çdo faturë tatimore që merret nga tregtari edhe për të bler një lug kafeje është një kontratë shitje. Është një kontratë shitje dhe dhe qytetarët, ne si konsumatorë mund të vijmë dhe të ankohemi. Në rastin kur mallrat që kemi bler nuk janë në përputhje me atë çfarë ti paguan. Me atë çfarë ne paguajmë. Dhe ligji parashikon disa të drejta për konsumatorët, sikurse është e drejta për të zëvendësuar produkte me një produkt tjetër pa tmeta, për ta riparuar, për të marrë dëmshpërblim apo dhe për të zgjidhur kontratën. Pyetja ime është çfarë duhet të dinë konsumatorët specifikisht, ne i përmendëm pak, po le të themi e thënë nga një ekspert e merr më shumë zë, për kontratën e shitjes së mallrave konsumatore, dhe cilat janë afatet e garancisë, një çështje një çështje shumë e ndjeshme për konsumatorët shqiptar. Kur bëhet fjalë për kontratën e shitjes është shumë interesante, do të them vetëm një fjali, do ta them të përgjithshme dhe me siguri që ata më dëgjojnë thonë sa e thjeshtë është kjo. Informacioni,
do të thotë që në një kontratë shitjeje, po them në një blerje, nuk po e përmend fjalën kontratë shitje se mos vazhdojmë të mendsojmë këtë kontratën e madhe të gjatë me shumë nene, po dhe ato nuk përjashtohen, edhe ato janë pjesë. Është kjo fjala informacion që brenda saj ka të gjitha detyrimet. Për shembull, një konsumator duhet të marrë informacion për produktin që blen. Po ku e merr konsumatori këtë? Se dikush që na dëgjon do thotë, në rregull, zonja Nziri ka të drejtë, zonja Telite po pyet, por ne ku ta marrim këtë informacion? Për produktet që janë nëpër rafte dhe kanë etiketa, lexoni etiketat. Kjo është shumë e rëndësishme. Në rast se nuk Për ka etiketë në gjuhën shqipe, çfarë do bëjnë konsumatorët? Ankesë të Inspektoriatit Mbikëqyrjes së Tregut ose te komisioni. Pjesa tjetër është të thrasi personin i cili është i punësuar. Qytetari nuk duhet të dalë, konsumatori nuk duhet të dalë nga dyqani pa marrë informacion mbi produktin që të blej. Pse? Produkti tim mund kërkoj për masa. Do të marrim me për masat e duhura, me materialin që i duhet. Domethënë se unë po shkoj të blej një produkt që më hyn në punë, se në fund të ditës jam duke paguar. Kështu që gjë e parë është të marr ato specifikimet, i themi ne, të produktit, lahet, nuk lahet, është çdo gjë detaj që intereson. Përbërja, elemente, çdo gjë për përqindjen e elementeve. Është personat janë aty për t'ju përgjigjur atij për specifikimet e produktit. E dyta është unë do vija tjetër në konsiderat edhe pagesën, çmimin. Për shembull, shpeshherë çmimet janë të vendosura për njësi, jo se nuk janë të vendosura. Por ka produkte që ti kërkon ta kesh me dorëzim, për shembull, ti i thua tregtarit që shiko ma dorëzo produktin në filan vend. Edhe këtu duhet marrë një informacion i detajuar. Për transport? Për transportin. Ligji përcakton qartë linjen vetëm për dorëzimin e produkteve. Sepse kjo është një marrëdhënie që të bëjmë dakord bashkë një herë. Një marrëdhënie kontraktore. Është një marrëdhënie, domethënë, ky produkt do ta dorëzosh ti, sigurohu për pagesën. Ka pagesë ekstra? Sa është pagesa ekstra? Sa të shkon totali me gjithë, domethënë pagesa në rësi. Për të kuptuar çmimin në për të kuptuar çmimin përfundimtar bashkë me dorëzimin e mallit. Dhe kjo është e dyta. Në një marrëdhënie kontraktuale, po flasim tani për atë kontratën që është me nene, po që po marrë një shërbim, do ketë ndryshime çmimi, edhe këtu duhet bërë kujdes që nëse ti ndryshon një gjë nga produkti që ble, do të ketë ndryshim çmimi nga çmimi përfundimtar që e kam bler tek dyqani për një gjë, dhe këto janë gjëra që duhet jemi shumë të kujdesshëm. Dhe për këtë na duhen të gjitha kontratat në gjuhën shqipe ose të fakti një flet informative. Po patjetër. Dhe ajo përbën kontratë për konsumatorin. Kontratë për konsumatorin. Do të thotë që janë disa gjëra që kjo fjala informacion i përmbledh të gjitha, sepse nga këtu starton. Nëse ti nuk merr atë informacionin e duhur. E dyta, kthimin e produktit. Cili është afati? Konsumatori duhet të kuptojë kur e kthen produktin. Tani këtu kemi një konfondim deri diku, sepse për tregun offline e quaj unë, aty ku shkon ti e blet te tregtari, ligji nuk rregullon gjë. Do të thotë që ti i përmbahesh obligimin që të vendos tregtari. Nëse tregtari të thotë që ti po ble një produkt, ai thotë për 3 ditë duhet ta kthesh. Këtu po flasim për ndrim mendje, do të thotë që produktin ti ndrove një mendje, nuk do ta kesh më, dhe ti kërkon ta çosh. Ato që tregtari thotë kujdes, mund ta ktheni për kaq ditë, por ju lutem ruani faturën dhe etiketën mos e hiqni. Në ndërkohë tjetër mund ta veshësh. Po, më rëndësishme është që ai ta thotë këtë gjë, nuk ka rëndësi. Mund ta ktheni këtë gjë. Konsumatori duhet i përmbahet kësaj gjë. Kam fjalën që këtu ligj nuk e ndihmon dot. E kuptoj. Ka një moment tjetër. Kur ti ke shkuar në shtëpi, e ke bler produktin dhe ka qulluar me defekt. Po, me tëmeta. Me tëmeta. Nuk e kishte. U vu në punë me tëmeta. Këtu ligji thotë që në një afat të caktuar, 6 muaj mos gaboj, nëse produkti është me tëmeta, kthej sepse konsiderohet barra e provës i vjet tregtarit. Çfarë ndodh me tregtarin? Pra, konsumatori nuk ka përgjegjësi. Këtu se mendohet që në prodhim ka tëmeta. Çfarë ndodh? Çu e përcakton ligji. Çfarë ndodh me këta tregtarët tan? Ky tregtari jon thotë, na ka ndodhur rastin e fundit, tregtari thotë, po unë e kam bler, thotë tregtari. Po mor zotri e ke bler, por konsumatori të njeh ty. Po. Ti e njeh atë që ke bler. Ti e detyruar t'ia marrësh konsumatorit dhe pastaj ti komunikon me furnizuesin apo me prodhuesin me ke ti kontratën. Po personi që konsumatori dhe njeh dhe ligji detyron, sa kemi pasur një rast për zgjidhje alternativë me një çantë shkolle, të bler goxha me një vlerë të caktuar
Edhe është smak thënë, jo, e thuaj që ishte për 3 ditë ishte këputur doreza. Tani nuk mund të këputet një çantë 200 euro doreza, sepse nuk po bën sens, domethënë. Patjetër që, domethënë, ka ca gjëra që kthimi i produktit. Tani kur themi online, ligji e përrregullon. Nëse ti ble një produkt online, 14 ditë kalendarike ti e kthen produktin pa asnjë arsye. Nuk më pëlqen, e gjeta më të lirë, mos thjesht e kthen. Kaq. Dhe tregtari duhet ta pranojë. Tregtari do të pranoj me prullësi, them unë, sepse ndonjëherë shoh në Instagram më ka kthyer produktin, shikoj si e ka hapur, etc. Tani na ke kapur dy fusha shumë interesante dhe problematike. Më fal, se garancia ligjore është 2 vjet. Garancia e tregtarit është një gjë tjetër. Do të thotë që Po kush prevalon? Këtë duhet i themi konsumatorëve se këta hasin për ditë në problematik. Prevalon garancia ligjore. Patjetër 2 vjeçaria, pa diskutim. Sepse po të vënë re konsumator, ndoshta nuk e kanë kuptuar, kur ti shkon bler për shembull një elektroshtëpiake dhe ajo thot garancia 5 vjet. Ti duhet kuptosh që ajo furra që ka 2 vjet ka një çmim më të ulët se sa ai 5 vjeçari. Do të thotë që ti po paguan për atë garancinë 5 vjeçare. Brenda. E ke brenda çmimit. Për 2 vjeçari nuk paguan. Aman për 3 vjetët e tjera, që ke paguar, e ke në çmim, ke nisur një marrëdhënie me tregtarin. Tani këto kushte duhet i shofësh. Sepse për 2 vjet nuk diskutohet, tu prish, e ka detyrim ligjor ta rregulloj, ta riparoj, ta zmëncoj, të japi lekët. Aman pas 2 vjetët, shikoj marrëdhëniet me tregtarin se si vazhdon marrëdhënia. Këtu të ndalojmë pak, sepse nuk dua që ta konfondojmë. Pra, si rregull, garancia për të gjitha produktet është 2 vite. Sepse çfarë ndodh në jetën e përditshme? Shpeshherë tregtarët kërkojnë pagesë ekstra dhe për garancinë, për të pasur garancinë nga një vit që është tipike, sepse e dim shumë mirë që në tregun sot të brendshëm, në tregun në Shqipëri, kemi produkte me garanci 3 muaj, produkte me garanci 6 muaj, 1 vit apo dhe 18 muaj. Dhe është kjo fryma nga tregtarët që paguaj ekstra për të marrë një garanci shtesë. Është kundra ligjit, është e dënueshme. Pra është një praktike me masë e padrejtë, është merret masë administrative. Inspektoriati duhet të marrë masa për këtë gjë. Kështu që qytetarët duhet të ankohen për këtë gjë. Pra garancia për produktet si rregull është 2 vite. Dhe në rast se e meta, problematika ose defekti, e thënë më thjesht në gjuhën popullore, të ndodh brenda 6 muajve, ktheheni menjëherë se nuk duhet i provoni asgjë tregtarit. Gjithmonë bara e provës i bie tregtarit me ligjin e konsumatorit. Ndërkohë që folëm për 14 ditë, që është kjo e drejta heqjes dorë për tregtinë online. Si është sot? Nuk doja ta prekja, në fakt po vetë më frymëzuat. Është një nga çështjet më problematike tregtia online në Shqipëri. Do të thotë që tregtimi online është problematik. Dhe problematikën e ndjen më shumë konsumatorët, po patjetër. Çfarë do t'i rekomandojmë konsumatorëve, sepse besoj të gjithë blejmë online, të gjithë blejmë produkte, ku shpeshherë ndryshohet çmimi, ku ti ndryshohet çmimi sepse ai të vendos koston e postos dhe ti nuk e din, është në një monedhë të ndryshme nga monedha lek, ndërkohë që nëse do shikojmë ligjin, ligji kërkon që pikërisht të gjitha produktet dhe çmimet të jenë në monedhën shqiptare, dhe është kjo problematika që 14 ditë kalendarike ose kjo fjalia malli që blehet nuk kthehet. Dhe gjëja tjetër është që të bëhet blok ose të dhënat e tua publikohen. Kjo e fundit është për ndjekje penale. Me thënë të drejtën. Tani çështja e blerjeve online është, tregtimi online është çështje besueshmërie. Do me thënë 2 vet pa e njohur njëri tjetrin, vendosin një raport që quhet tregtim në këtë rast. Dhe ai që tregton dhe ai që blen vendosin një raport besueshmërie. Kjo është tregtia online. Unë në përgjithësi, unë po flas për veten tani. Unë nuk ble asnjëherë nëpërmjet Instagram. Pse? Instagrami nuk është faqe për shitje, nuk i jep informacionin e duhur, për mua është i pabesueshëm. Të gjitha problematikat sot që kanë ndodhur nga ankimimi nisin me Instagram. Instagrami nuk është një platformë shitjeje. Pastaj nga Instagrami të çojnë WhatsApp. WhatsAppi nuk është platformë shitjeje. Detyrimet e ligjit për tregtin online jep një sër detyrimesh operatorëve ekonomik, në këtë rast bizneseve. Shumë detyrime. Që Instagrami është, a duhet promovoj? Po patjetër, mund ta përdor Instagrami për promovim, ama të lidhet me faqen që shet. Një website zyrtar, i cili përmbush të gjitha detyrimet parakontraktuale për
konsumator. konsumatori, që ka shumë detyrime. Aty të vendosësh kthimin, aty të kthimin e produktit, se si mënyra se si bëhet pagesa, informacion mbi Për tregtarin. produktin, informacion mbi tregtarin, si ku e ka produktin, ku shkon. Ju e keni parë faqet e website-eve tuaj sepse ti ndjek produktin tënd ku është, ti informon, merr të dhëna, jep të dhëna, sepse ne kemi dhe një problem edhe më të dhënat, duke i dhënë duke marrë numrat e telefonit me çdo kund. Humbasin vetë të dhënat. Ëm Po çfarë do të bëjnë konsumatorët mos ankohen në të tilla raste? Për Cili mua është rekomandimi? Unë po flas personalisht, çfarë bëj unë? Unë e kam shumë të vështirë. Nëse pastaj e shitur një raport besueshmërie nëpërmjet Instagramit është okay, por ai që provon risku është shumë i madh. Po Në Facebook, Instagram risku është shumë i madh. Ka shumë mashtrues më shumë se sa shitës tregtar. Nuk janë tregtar, janë mashtrues. Komisioni deri ku mund shkojë ndërhyrja e komisionit dhe inspektoratit? Është përgjegjësi e kujt? Kemi një problem ne me tregtin online që është regjistrimi i këtyre operatorëve. Ne mundohemi shumica e tyre janë tregtar informal. Ka momente që këta tregtar me vullnet, jo se nuk ka, pa diskutim që ka tregtar me vullnet, që e zgjidhin edhe pse nuk mund të jenë të regjistruar. Me një presion që e bën komisioni, pra. Presionin që bën komisioni e zgjidh, e kemi zgjidhur edhe të tilla. Por nëse do të nisësh një hetim të mirëfillt është shumë e vështirë. Sepse këto faqet hapen, kemi një rast tani, ka mbyllur faqen. Ne kemi çuar për të bërë një zgjidhje alternative, që të mos e vëm, le të themi, dhe operatorin ekonomik në kushte të vështira. Ka mbyllur faqen. Iku, le të them unë, 5.000 lekë shiri, 50.000 lekë konsumatorit. Ka ikur do. Pra do të jenë kujdesshëm. Patjetër. Të paktën çojnë këto element. Deri në momentin që ky zinxhir tregtimi të formalizohet, të sistemohet, të rregullohet me gjithë aktet ligjore të mundshme, konsumatorëve ju jap të këshill që të bëjnë shumë kujdes me këto blerjet në Instagram dhe Facebook. Po kjo fjalia e malli që blehet nuk kthehet? Po kjo është praktik e padrejtë. E padrejtë kështu e hapur fare, do të thënë se ligji thotë kthehet për 14 ditëve. Unë po them si konsumatore, sa shikoj që ku më thot atje në faqe që malli që blihet nuk kthehet, nuk e hap fare, nuk ble fare. Se nuk ka kthime, nuk ka ndrime, i ke me kryq të kush. Nuk tentoj sepse duhet të kuptojmë të gjithë që të gjithë lekët që kemi fituar, i kemi fituar me shumë punë. Nuk mund t'i japim tjetrit lekët, këtë duhet të mendojmë të gjithë. Sa shikojnë këtë, s'ka kthime, s'ka ndrime. Unë hyrë në një faqe Instagrami ku thotë që brenda 14 ditëve dhe e shoh që ka një respektim. Por nëse nuk ka të tilla, se hap fare as marr guximin që të shkoj të ble tek ai. Ju përmendet zgjidhjen alternative të mosmarrveshjeve. Mund të jepni pak më shumë informacion çfarë është, si funksionon, është ngritur Zgjidhja alternative të mosmarrveshjeve është një tjetër mekanizëm që Bashkimi Evropian ka bërë për konsumatorin, që t'u japi qytetarëve dhe tregtarit një mundësi që mos palët të bien dakord. Ligji e përcakton cilat janë zyrat e zgjidhjes alternative të mosmarrveshjeve dhe janë entet rregullatore, enti rregullator i ujit, i energjisë, enti rregullator i telekomunikacionit dhe postave, Banka e Shqipërisë, aviacioni civil po ashtu, dhe është ngritur një drejtori e përgjithshme në Ministrinë e Ekonomisë që çfarë nuk mbulojnë këto ente, i zgjidh, le të themi, kjo drejtori e përgjithshme. Kjo është një mënyrë më e thjeshtë, them unë, se ndoshta palët kanë dëshirën dhe vullnetin për ta bërë këtë punë pa e hyrë masave administrative. Kjo faciliton pak më shpejt procesin e zgjidhjes së ankesave, se le të themi që te komisioni në vetvete si institucion ka ato procedurat e veta të kohës zgjatjes, do thotë që ankesa kalon në një proces shumë të gjatë. Dhe unë e kuptoj ndonjëherë konsumatorët thonë, po çfarë po bëhet me ankesën time? Çfarë po bëhet me ankesën time? Kemi gjithmonë telefonata, emailë në rast se retyrojnë nga qendra. Për shkak se ju tham që vendimet shkojnë në gjykatë, ne jemi detyruar të respektojmë afatet dhe të komunikojmë me shkresa zyrtare me operatorët ekonomik që nesër nga ana procedurale të jemi të gjithë okay. Zgjidhja alternative i jep të mundësi palëve që ta zgjidhin më shpejt dhe të bien dakord me njëri tjetrin pa pagesë. Pra, por gjithsesi qytetarët dhe konsumatorët mund të drejtohen komisionit dhe ju e delegoni. Nëse nuk arrin do ta gjejnë për shembull me energjinë elektrike tek kere, mund të drejtohen komisionit dhe komisioni ja çon nëpërmjet. Po edhe në rastin që këto ente nuk i përfshin, pra komisioni ja delegon komisioni përmend në ligjit
që duhet është zam, do me thënë është zgjidhje alternative për shembull Banka e Shqipërisë, dhe si zam ka detyrimi ligjor që të merret me këtë çështje dhe të njoftoj komisionin. Dhe pastaj dhe konsumatori mund ta marrë sërish përgjigjen Po, nga patjetër, komisioni. komisioni. Ne jemi në fazat për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian dhe grup kapitulli 2 që është tregu i brendshëm është hapur. Kapitulli Shumë punë. ka shumë Ka punë. shumë punë. Është. Kapitulli 28, mbrojtja e konsumatorit dhe shëndeti publik, shpeshherë ka qenë në nivele të mira ose jo të mira, në fakt për shkak sepse janë dy Early stage, po e quaj, nuk e di, në fillestare. Ndërkohë që mund edhe të ishte edhe më mirë, si e gjykoj personalisht Uroj që në me të gjitha progres. afatet dhe afatet të cilat na janë vënë dhe i kemi vënë vetes, le të themi, shpresoj që ky kapitull të arritë të ngrihet në nivelin e duhur. Cilat janë sfidat kryesore në kuadër të këtij kapitulli dhe çfarë po bëjmë ose çfarë duhet të bëjmë, le të themi, për të vijuar me mbylljen e kapitullit. Sfida më e madhe për mbylljen e kapitullit është zbatimi i ligjit. Kemi të bëjmë me një të drejtë, ushtrimin e një të drejte, dhe duhet të kuptojmë që ku ka të bëjmë me një ushtrim me një të drejtë nuk ka negocim, nuk negociohet. Po. Thjesht ti duhet që këtë të drejtë ta ushtrosh dhe kjo e drejtë të shkojë deri në fund. Dhe zbatimi për mua, sepse është dhe harmonizimi, po unë mendoj që për paktën pjesën e Ministrisë së Ekonomisë, harmonizimi është në një vit të mbar, në një rrugë të mbar. Sigurisht që sfidë për konsumatorin do të ngelet gjithmonë zbatimi. Për mua. Ende, po, ka punë për të bërë, mendoj unë. Por mendoj që do të ka iniciativa të reja për zbatimin e ligjit mbrojtjes konsumatorit, që uroj që në të ardhmen të realizohen. Okej. Jemi po e lëm pa Po e diskutuar lëpaj se ndoshta mund ta diskutojmë në një herë tjetër. në një podcast tjetër për ligjin e ri që Projekti i ri ndoshta edhe me institucionet zbatuese të reja që do të krijojnë shumë shpejt. po, meqense ka qenë pjesë konsultimi publik edhe në procese. Në këtë episod të tretë të podcastit Safe Cons, diskutuam me zonjën Neziri në lidhje me Komisionin e Mbrojtjes Konsumatorëve, rolin që ka, disa nga problematikat kryesore, zgjedhjet alternative të mosmarrveshjeve, si mund t'i drejtojnë qytetarët, por duke shpresuar mbi të gjitha që me kemi krijuar siguri tek konsumatorët për të vënë përpara institucionet publike dhe tregtarët, në përmbushje të detyrimeve që rrjedhin nga të gjitha aktet ligjore në fuqi. Mesazhi është i qartë, konsumatorët duhet të jenë aktiv, konsumatorët duhet të jenë të informuar, të mos hezitojnë që të paraqesin ankesat e tyre, si dhe të garantojnë të gjitha të drejtat që u njeh ligji. Zonja Neziri, një mesazh të fundit për konsumatorët. Konsumatorëve do t'ju thoja të jenë aktiv, të mos bien le të themi e presionit të tregtarit, të mos jenë indiferent, sepse indiferenca po e vret të drejtën e tyre. Dhe një gjë të thjeshtë fare që unë e them në çdo media, atë kuponin tatimor, ju lutem, mos e hidhni, merreni me vete. Kuponi tatimor është ajo kontrata e shitjes dhe e drejta juaj për t'u ankim. Ju falenderoj që ishit sot me ne dhe dhatë një mesazh shumë të qartë për gjithë konsumatorët. Gjithmonë jemi në të njëjtën linjë që ruani kuponin tatimor dhe ankoheni. Podcasti Safe Cons realizohet në kuadër të projektit Shoqëria Civile në veprim për përpjekje të koordinuara për sigurinë ushqimore dhe mbrojtjen e konsumatorit. Një iniciativë në fakt që synon që të rrisë cilësinë e jetës, po edhe për të garantuar sigurinë dhe rëndësinë e mbrojtjes së drejtave të konsumatorëve në Shqipëri. Shumë faleminderit që na ndoqët dhe mos harroni, një konsumator i informuar është gjithmonë një konsumator i mbrojtur. Faleminderit.